Nëse prej vitit të kaluar, do më thonë, fillimit vitit hijretit, 1447, deri në fund, tash jemi në ditën e tretë hijretit, muin Muharrem, 1448, nëse ti ki qenë për atyne që i ki falë synetet e namazeve, nëse e qelish e bone sap, i ki falë për Allahun subhanahu wa taala mrena vitit vetëm synete 4000 recate. Këto i ka shkujt diku Allahu subhanahu wa taala, nesër kemi pa tek Allahu xhalla shanu xhalla xhelalu. Për shembull, meselen salatu duha, nëse i fal, të ndëruar vëllezër, nëse e fal çdo ditë ka 2 recat namazit duha. Namazit duha është namazi para ditës, para drekës, para namazit drekës gjysor apo 1 saat. Nëse jeti pi atynve që je vazhdueshëm në këto 2 recate, që është sunnet, është mirë me i fal para drekës. Nëse për 1 vit i ki fal, edhe në fund ja qet llogarin, i ki fal, do më thonë 700 recate. Ka 2 recate çdo ditë. Për 1 vjet, prej vitit kalum të hijretit, e në fillim vitit 3 hijretit, nëse i ki fal ka 2 recate, salatu duha, vetëm ka 2 recate, të Allahu i këtë shkrume dhe i këtë mshefne, nesër Allahu kam i t'i dhonë, kam e të dhonë shpërblimin atyne recateve, 700 recate. Pas ta i leximi i Kuranit. Ma mirë ka pak me bo pun vepra që t'jenë të vazhdueshme, se sa me fillua me bo pun, pas ta milon. Ashtu si që tha dhe pejgamberi alayhi sallam, afdalul ibade adwamuhu wa in qall. Ibadeti më i mirë është ai ibadeti i cili është i vazhdueshëm, edhe nëse paksohet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, qiyamul lejl, namazi natës. Nëse falish çdo natë, bën hesapin për 1 vjet, ose nëse nuk mundesh çdo natë, 1 herë në javë. Bën hesapin për çdo javë, muaj sa javë ka, pastaj viti. To këtë regjistrohen tek Allahu subhanahu wa taala. Apo sikur që tham, agjerimi i 3 ditëve të muajit hënor. Nëse s'mundesh me agjeru, do më thënë, honëve dhe tejteve, mundesh me agjeru e jamul bidh. Për sunetit është me agjeru ditët e bardha, prej muajit hënor, si mbas hijretit pejgamberit alayhi sallam, edhe këto të shkruan dikun, ti shkruan Allahu subhanahu wa taala. Po të harxhohet jeta, po vjen momenti vdekjes, e ti nesër po del para madhnisë Allahut, ti edhe unë. E dikush del, kur gjo s'ka bu punë. I ka shku jeta, s'ka përgatit kur gjo për Allahun azza wa jall. Ka shku dhe ka lakmu pas lezet lëqeve të kësaj dynjaje. Kurse dikush tjetër edhe ka punu, po dhe nuk ka haru me bu punë dhe veprat mira përveç farzeve, do më thënë ka shtu e punë. Edhe nesër të Allahu subhanahu wa taala kur del, punë dhe vepra sa kodra dhe sa male para madhnisë Allahut subhanahu wa taala.